Në katedralen e Shën Shtifnin në Shkodër është mbajtur mesha vigjiljes me rastin e festës së Zojës së Shkodrës. Pajtorës së qytetit, në fjalën e tij para besimtarëve, arkiprefti i Shkodrës, Imzo Giovanni Peragjine, tha se Zoti e di çfarë kemi nevojë, por na jep edhe më shumë se sa kërkojmë. Prandaj lutja nuk duhet për ndryshuar mendjen e Zotit, por lutja na ndryshon neve. Nuk duhet të bindim Zotin që të kujdeset për ne. Sikurse ne lusim Zotin për të binder Zoti që të na bëjë çfarë ne kërkojmë. Sikurse Zoti nuk e di për çfarë kemi nevojë. Zoti jo vetëm e di shumë mirë çfarë kemi nevojë. Jo vetëm plotëson çfarë ne kërkojmë, por ai gjithmonë na jep edhe më shumë se sa ne kërkojmë. Atëherë vëllezër e motra, lutja nuk e ndryshon mendjen e Zotit. Ndoshta ashtu ne mendojmë. E lusim shumë, themi shumë fjalë, ashtu mund të ndërrojmë mendjen e Zotit. Jo. Lutja nuk duhet për të ndryshuar mendjen e Zotit. Lutja na ndryshon neve. Jemi ne që kemi nevojë të ndryshojmë. Lutja na edukon, na mëson të kemi besim. E të kemi besim gjithmonë. Edhe kur na duket që Zoti nuk përgjigjet. Edhe kur jemi përmballë eshtjes së Tij. Përmballë eshtjes së Tij, ne do të mësojmë të përforcohemi në besim. Do të mësojmë e do të rritemi në pjekurinë e besimin tonë. Lutja na ndryshon neve. Ne kemi nevojë të lutemi Zotin që mund të ndryshojmë brenda ne. Në përfundim të meshës nuk mungoi dhe shfaqja fishek zjarreve dhe një koncert nga të rinjtë e famullisë.